U gëzova që më në fund Partia Demokratike kërkoi që seanca e gjykatës kushtetuese lidhur me çështjen Balluku të jetë hapur. Këtu nuk është vetëm çështje e transparencës, por dhe çështje e ballafaqimit të nivelit të gjyqtarëve dhe prokurorëve me opinionin publik. Kjo praktik duhet të shtrihet domosdoshmë në gjykatën speciale kundër krimit dhe korrupsionit. Së paku në çështjet kundër korrupsionit ku nuk ka gjëra sensitive siç mund të jenë në seancat kundër vrasësve me pagesë. Kjo ka shumë rëndësi që opinioni publik të edukohet, jo vetëm me ligjet, por edhe me qetësinë me të cilën ata që gjykojnë shkelësit e ligjit shkelin vetë me të dy këmbët. Ligjet që garantojnë liritë themelore të njeriut. Seanca e sotme në GKKO kundër Erion Veliajt, nëse do të ishte e hapur dhe do të transmetohej në publik, mund të rënonte jo vetëm autoritetin e gjyqtarëve, por gjithë reformës në drejtësi.